Faza e play-offit në grupin A të kategorisë së parë ka nisur me fitoren 0-1 të Beslidhjes ndaj Erzenit. Ndeshja e luajtur në Tofiki Ashari ka patur episodet e saj për disa vendime të gjyqtarëve të takimit, të cilat do diskutohen më tej nga specialistët përkatës në rubrikën e hëna sportive. Pjesa e parë e takimit nis me një rast për vendasit. Është Leshi që gjuan me kokë, por topi kalon paksa mbi travers. Më pas janë miqt, që me një sulm të shpejtë rrezikojnë. Ndreca i vetëm përballë portierit të Erzenit nuk shënon, por gjuan jashtë. Të gjithë futbollistët vendas protestojnë tek ansori Ilir Tartari për pozicion jashtë lojës të Ndrecës, por arbitri kryesor Ciapi vazhdon lojën. Me rezultatin 0-0 mbyllen 45 minutat e para. Pjesa e dytë nis me një sulm të lezhjanëve. Kamara i vetëm në zonë gjuan. Fillimisht topin e pengon portieri Hoxha, gjuan sërish Kamara, por këtë radhë largojnë topin mbrojtësit. Minuta e 60. Leshi me një sulm të shpejtë, shtyhet nga Smajli brenda zonës, rrëzohet por nuk ka 11 metrash. Shohim edhe një herë, ky është momenti i duelit Smajlaj dhe Leshi. Gjyqtari Ciapi vazhdon lojën. 6 minuta më vonë, sërish Leshi gjuan por largon në vështirësi portieri. Minuta e 78, shënon Dibra dhe Beslidhja kalon avantazh. Sina kryeson brenda zonës dhe Dibra e dërgon topin në rrjet. Goli i rregullt për gjyqtarin kryesor, ndërsa të gjithë futbollistët shijakas protestojnë tek gjyqtari ansor për pozicion jashtë loje. Kamara provon me një sulm të shpejtë, por pengohet brenda zonës, arbitri kryesor nuk jep 11 metrash. Në fund të takimit, të gjithë futbollistët e Erzenit shkojnë te gjyqtari ansor duke protestuar për golin e Beslidhjes.